Zhvillimi i sektorit të turizmit në qytetin e Vlorës ka bërë që vitet e fundit të vihet re një fenomen në rritje. Në Vlorë, praktikisht tashmë është bërë tepër e vështirë që të gjesh një shtëpi me qera mujore dhe thuajse një mision i pamundur që të gjesh një shtëpi me qera afatgjate për gjatë gjithë vitit. Kjo për shkak të shumë individëve, administratorë të banesave të qytetit, të cilët kanë vendosur të japin shtëpitë e tyre në shërbim të sektorit të turizmit. Çdo vit, të tjera banesa përshtaten në qytetin bregdetar për sezonin veror. Vlujatët me sa duket po nxitojnë për të përshtatur çdo banesë të mundshme, të cilën kanë mundësi për ta dhënë me qera për gjatë verës. Kjo gjë tashmë është kthyer në një biznes tepër fitimprurës, jo vetëm për agjencitë imobiliare, por edhe për shumë individ. Agent imobiliar, por edhe qytetar të thjesht, marrin disa banesa me qera vjetore, duke i mbajtur ato të bllokuar për t'i dhënë më pas me qera ditore apo për t'i përdorur vetëm për gjatë sezonit veror. Këto banesa me qera vjetore i marrin me një çmim tepër të ulët për t'i dhënë më pas me qera çdo ditë, të cilat variojnë nga 35 deri në 70 euro edhe për gjatë muajve të vjeshtës dhe sigurisht dimrit. Në verë, qera 2 apo 3 fishohen në varësi të banesës, duke bërë që këta individ sigurisht të nxjerrin fitime të majme. Edhe strukturat të ndryshme kanë filluar të pësojnë ndryshime të ndjeshme. Një ndërtim i ri në qytet e merr lejen e ndërtimit dhe fillon të ndërtohet për godin banimi disa katërshe, por gjatë ndërtimit të tij sigurisht ndryshon lejen, ndryshon tipologjinë e ndërtimit dhe përshtat këtë të fundit në hotel. Kjo gjë sigurisht bëhet me një qëllim, për të patur një biznes fitimprurës për gjatë gjithë vitit. Edhe këto muaj të vjeshtës që kaluan apo edhe në vazhdimsi në dimër, vlujatët po përshtasin çdo banesë të mundshme me qera, duke rritur ndjeshëm numrin e tyre në qytet. Individ të thjesht madje kanë mësuar që në këtë mënyrë fitohet tepër, ndaj kush ka 2 apo më tepër apartamente, në vend që t'i mbajë të mbyllura apo për përdorim personal, i jep me qera ditore, duke i vendosur në funksion të sektorit të turizmit. Kjo situatë sigurisht që ka pasoja negative tek shtresa e mesme dhe varfër e shoqërisë, ka patur pasoja negative tek të gjithë ata që sot nuk e kanë një shtëpi dhe nuk kanë ekonominë për ta blerë një të tillë, duke bërë që në radhë të parë ta kenë tepër të vështirë të gjejnë një shtëpi me qera, por edhe kur e gjejnë diçka të tillë, të paguajnë tarifa të larta si qera mujore. Fenomen ky në rritje në çdo zonë të qytetit, madje edhe në periferin më të largët, ku ka filluar përshtatja edhe aty e banesave me qera, të cilat vazhdojnë të jenë në stratosferë, duke dëmtuar ekonominë e qytetarit të thjesht dhe duke u kthyer për këta të fundit në të papërballueshme.